Zetje nga kisha e Kurjanit, nga këtu ku duket i gjithë territori i Bashkisë Roskovec, nga kodrat e buta tek liçeni dhe fushat e gjera, ku duken qartë bukuria dhe potenciali që ka ky vend i bekuar. Por bukuria nuk është e vetmi arsye pse turizmi në Shqipëri po njeh një rritje të jashtëzakonshme. E kemi nisur me rreth 2 milion turistë. Sot kemi mbi 12 milion vizitorë në Shqipëri. Kjo nuk është rastësi, por rezultat i punës dhe vizionit për zhvillimin e turizmit në vend. Shqipëria po konsolidohet si një destinacion gjithnjë e më i kërkuar në rajon dhe në Europë. Edhe Roskoveci është pjesë e kësaj historie zhvillimi, me potencial të madh natyror dhe kulturor. E ardhmja e turizmit shqiptar është tani, këtu në Kurjan, në Roskovec dhe në gjithë Shqipërinë. Vizitojeni vendin ton, cep më cep, promovojeni atë me zemër.